Komisioni për punët e jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar draft raportin e hartuar nga raportuesi i këtij institucioni për Kosovën, Riho Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës në procesin e integrimit evropian gjatë viteve 2023 dhe 2024, teksa eurodeputetët kërkuan heqjen e menjëhershme të masave kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke theksuar se ato nuk janë të justifikueshme, pasi Kosova ka përmbushur tashmë kërkesat e Bashkimit Evropian. Këtë kërkesë po e vlerëson si duhet deputetja britanike Alica Kernas. Ajo thotë se megjithse kërkesa është vonuar shumë e mirëpritur, lajmi i vonuar dhe jashtëzakonisht i mirëpritur botës duhet t'i kthehet ekuilibri dhe veçanërisht qasja e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit. Shpresoj që këto thirrje të merren parasysh, ka thënë Kernas përmes një postimi në rrjetin SocialX, e cila vazhdimisht e ka ngritur çështjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Autori i raportit eurodeputeti Riho Terras ka theksuar se është i nevojshëm një hap i ri në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. E ardhmja e Kosovës në familjen evropiane duke u bazuar në një agjendë reformash dhe ne të punojmë së bashku për të arritur këtë objektiv, ka thënë ai. Kujtojmë se masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës janë vënë në vitin 2023 si pasojë e krizës në veri. Në fund të mandatit të tij si kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell u shkroi letër shteteve anëtare duke propozuar heqjen e masave ndaj Kosovës. Megjithatë, është thënë se vendimi u takon shteteve veç e veç.